po pjet me gaz, çfarë ndikimi kanë? Sepse kemi dëgjuar njerëz që në momentin që ndjehen si të fryrë, vendosin konsumojnë një pije me gaz për t'i dhënë atë ndjesinë të çlirimit. Po sa vërtet është? Atëherë për refluksin, pijet me gaz janë problematike, sepse pijet me gaz, që nga ujë me gaz edhe deri në gjithë pijet e tjera me gaz, qofse njerëzit konsumojnë ujë me gaz, është shumë i lumtur, po besoj se konsumojnë më shumë pije me sheqer dhe me gaz, bën fryrjen, pra zgjerimin në thonjzat të stomakut, pra krijon presion në stomak. Edhe duke krijuar këtë presionin në stomak, refluksin e përkeqëson. Sepse thash, problemi kryesor i refluksit është që ushqimi dhe çfarë është brenda në stomak del sipër dhe shkon në ezofag. Pastaj në persona që nuk kanë probleme me refluksin, uji me gaz mund të të ndihmojë me tretjen në nivele të vogla, sepse ato fluskat, bubbles që krijon gazin, ndihmon në lëvizshmërinë e ushqimit, tek shumë radhë mund të ndihmojë disi me tretjen. Por nuk e rekomandoj për personat që kanë eksperiencë me refluksin, sepse shkakton fryrje edhe ne pikërisht personat që janë me acid refluks nuk duan të kenë fryrje dhe nuk duan të kenë shumë ushqim ose fryrje stomaku që të ngrihet ushqimi sipër.